Themi sante, plotësoj, kur rritën çmimet në Kosovë, për X kriza, si që ishte Covid, si që ishte lufta në Ukrainë, dhe kjo, në momentin që diçka do të regres në këtë proces në luftra, çmimet mbesin po të njëjta. Kjo është më e keqja. Në qoftë se do të thotë rritet çmimi. Inflacioni e bën punën e vet, më pastaj. Po mira atë kjo qeveri sinqerisht se unë thash që kur të jesh pjesë e një institucione vendimmarrëse, duhet të marrësh vendime për të lehtësuar minimumit jetës së qytetarëve. Në qoftë se po e zëm vaj ose ushqimet bazë, vaj, qumshti, buka, është rritur në 2021, 2023, dhe kjo tash nuk është çmimi real, sepse ka ndryshuar gjendja ekonomike, ato mbesin ato çmime. Çka ka ndodhur, do thotë ata e marrin furnizimin shumë më lirë se sa e kanë marrur atëherë, rritet fitimi i bizneseve dhe rëndohet buxheti i qytetarëve. Duhet të ketë një mekanizëm, nuk duhet të bëjmë viktimizimin këtu të themi kemi ligje, na uzun durte, jo, po kjo më duket vetëm mekanizëm fajsues për të mos marrë vendime, sepse mbas është një interes i qeverive, i qeverisë, që t'jenë sa më mirë me bizneset, kështu për konvertoj unë, gjërsa ajo nuk reagon për të bërë mekanizma për të mbikëqyrur këto çmime. Nuk mundet i njëjti produkt të shitet në mënyra të ndryshme, në marketet të ndryshme, nuk mundet i njëjti produkt, i njëjta firmë do të vendoset sipas dëshirës së biznesit. Duhet të ketë një mekanizëm. Kosova është ekonomia e tregut të lirë. Anë çmime vendoset sipas ofertës së kërkesës. Është shumë ndeshme. Se auto ka drejt mbase dallimi të jetë i madh për të njëjtin produkt. Është e vështirë të diktohen çmimet në ekonominë. Nuk është e vështirë sepse duhet të ketë, kemi do të thotë, siç po thotë, po paguar, janë inspektorate parfond. Biles kjo qeveri është kritikuar për mungesë të inspektorave. Ajo që qeveria duhet të bëjë është të shikojë nëse tregu i konkurrencës është duke funksionuar. Nëse mekanizmi i tregut është duke funksionuar. Mirë flamur, atërim tash tregu i lirë? Na, domthon edhe kushtetuta e Kosovës është një i veçantë i cili përcakton që Kosova është domethënë ekonomi e tregut të lirë, kur oferta dhe kërkesa vendos për çmime. Është shumë normale që të ketë çmime të ndryshme. Po. Marrëveshjet për monopolet, monopolet e ndaluara me legj. Ka kapacitetin të monitoroj. Pajtohen se spekulimet. Tregun i lirë? Jo, nuk është vetëm Kosova, sigurisht. Pse shtetet e tjera mund ta menaxhojnë çmimet e produkte, vetëm Kosova në emër të këtij tregu të lirë do thotë bëhet secili çka do çefi, kjo i bën që sot të funksionojë diçka. Unë pajtohem se mekanizmi i tregut është duke dështuar. Nuk është e di që edhe në Zvicër, në Gjermani. Sot është më i ulët në Evropë. Po pastaj kjo varet edhe për strukturës të ekonomisë, na varim shumë nga importi. Prodhimi është në nivel shumë të lartë. Varim shumë nga importi, 100% fatkeqësisht. Fatkeqësisht marrim për